Jemi përsëri bashkë, po flasim për punën nga shtëpia që sipas artikujve studimeve të ndryshme po I bën njerëzit më pak social dhe të vetmuar. Të punosh nga shtëpia apo të jesh në zyrë, avantazhet dhe disavantazhet e secilës, ndër të tjera Angela përmendi dhe anën intime. Pra krijimin e një marrëdhënie. Ege, cili është statusi yt? Unë jam beqare. Beqare, kështu që jam mirë që të drejtoj këtë pyetje. Është ambienti I punës një vend I mirë për të njohur dikë? Në fakt, besoj se po, mund t'jetë, varet edhe nga natyra e punës, por që ka njerëz janë njohur në ambjente pune, që kanë kryuar marrëdhënie në ambjente pune. Unë burrin. Kështu që po, mendoj që pas kemi 2 raste edhe këtu, 3 raste. Është ambienti që ti ndan për ditë, kështu e teston për shumë situata madje në ambient pune, përveç se ke mundësi. Ti rrit tetor në ditë me njerëzit, me kolegët e zyrës, kështu që arrin ndonjëherë të njohësh edhe më shumë se sa familjarët që ke në shtëpi, sepse nuk është se investon ai shumë kohë me familjen sa që investon në zyrë. Pra, do t'jeni të hapur, vijon kjo po e njëjti mentalitet, po themi që mund ta njohësh në ambientin e punës. Mund ta njohësh edhe në ambientin e punës. Dhe përse përket këtyre marrëdhënieve që mund të jenë akoma dhe më të ngushta, ke krijuar miqësi të ngushta në ambient pune? Po, patjetër. Edhe nga punët ku kam qenë më herët edhe në punën që jam tani, sigurisht. Është e pashmangshme sepse ti me ata njerëz ndan komunikim të përditshëm. Patjetër, jo me të gjithë, sepse është e pamundur që të bëjmë miqë shok me të gjithë, por që unë personalisht kam shoqëri shumë të mira nga punët e mëparshme, që vazhdoj akoma jam në kontakt, që dal I takoj, bisedojmë, pim një kafe. Bën një ndasi në nivelin e shoqërisë, pra shoqe, mike, shok të ngushtë, shoqe të ngushta. Patjetër. Kështu që tek ta të ngushtë, tek ta më të shtrenjtët. Një shoqe të ngushtë e kam nga një punë e kaluar. Nga ambienti punës. Mirë, interesante që ka. Përveç shoqërisë që kam me vite. E krijuar shoqëri dhe në moshë të madhe. Madje kemi punuar shumë pak kohë bashkë, diku te 2 muaj, edhe kemi vazhduar shoqërinë. Po. Sa mirë, pas ka bërë klik marrëdhënia shoqërore. Anjeza, për ty ka qenë kështu? Shoqëri të ngushtë, në bank bëhen shoqe të ngushta? Bëhen. Bëhen dhe në bank, unë 2 shoqe të ngushta që I kam, dhe që në vitet më të vështira të jetës time më janë gjendur shumë pranë. Edhe gjede atë momentin ti falenderoj me qënë se mu dha. Kjo do të thotë që ti vazhdon ke miqësi? Jo vetëm që kam vazhdojt ke miqësi, por ti e di që unë kam kaluar një periudhë vështirë tani, sa afërmi, kanë qënë aty dhe jemi njohur në bank, dhe jemi njohur, madje jemi njohur në njëjtin departament, dhe kemi kaluar shumë pak kohë, domethënë në 20 viteve mia të punës, ne së bashku një vit e gjysmë kemi punuar. Edhe nuk e di, është një marrëdhënie që ka qenë pa konflikte, por që ndonjëherë njerëz që jeni të njëjtën linjë energjie, ke të njëjtat dëshira, ke të njëjtat qasje ndaj njerëzve, ke të njëjtën etik komunikimi dhe pune. Pra ti mund njohësh njerëz me të njëjtën etik. Patjetër që unë kam njohur shumë njerëz, unë kam shumë shoqëri, por nuk janë në këtë nivel. E kuptoj. Sepse ti janë gjendur shumë më tepër se sa shoqe. Shiko, unë këto vajza I kam patur tek punët e para, le të themi para 15 vitesh. Pra kaq vite. Dhe pasi ne secila ndroi karrierë tjerë, nuk është se u bëheshim më shpesh. Një mesazh në vite kishim këtë pjesën. Por në shkollë të vështira jemi gjendur gjithmonë njëra tjetrës. Dhe kjo është miqësia dhe shoqëria e ngushtë në pas të 40-ave. Se duhet kuptojmë dhe këtë pjesën. Para të 40-ave ka shoqë të ngushta për shumë gjëra. Po pas të 40-ave shoqëria e ngushtë është ajo që ty të gjendet në kuptimin që është fizikisht prezente, jo fizikisht kuptimin ta prekësh, por që e di që çfarë po kalon dhe të pyet si je. Ndonjëherë është një fjalë, është një fjali shumë e vogël që ty të duhet që të thotë si je. Dhe të t'japi hapësirën të shprehësh ose jo, sepse jo të gjithë duam të shprehemi. Unë kam 2 të tilla, kam shoqe të ngushta dhe të tjera, kam një shoqe të ngushtë nga shkolla e lartë. Jemi tashmë, unë e quaj motor. Kam plot. E bëra këtë pyetje me idenë që në bank dhe sidomos në të njëjtin sektor është konkurrencë deri diku. Pra unë me aq njerëz sa kam njohur që punojnë në këtë fushë. Është shumë e egër. Sektori bankar, disa sektor të tjerë janë shumë të egër dhe shoqëritë nuk janë të përhershme. Pra ka shumë shoqëri që janë ndërprer në momentin që është ndërprer marrëdhënia e punës. Ka respekte, por që ato janë, pra ti do I ndash shokët, do I ndash në shok të ngushtë, do I ndash në shok të tjerë, të përgjithshëm, do ndash edhe kolektiv. Kolektiv ka shumë. Pra njerëz që
ti shkëmbesh në rrugë edhe, por unë kam bërë dhe shumë shoqëri online. Edhe online. Ja, Anjeza, duket që është natyrë solare, sociale, mjedis. Shiko, ishte shumë interesante momenti që unë u shkëputa dhe kalova online dhe ndërtova dhe një rrjet social të vogël. Pa shumë njerëz që ishin një lloj si unë. Edhe disa prej tyre, do me thonë, më vjen t'i takoj në rrugë, sepse na ka ndodhur se Tirana aq është, edhe i them si ke goca, çka ke bërë, do me thonë, dhe më thonë një lloj dhe më duket sikur atë unë dhe realisht me disa prej tyre ne jemi takuar dhe kemi krijuar shoqëri. Patjetër thash, nuk është e njëjta shoqëri si ajo që ti krijon në adoleshencë apo si ajo që krijon në rini. Por është një shoqëri që të gjendet dhe i gjendesh. Dhe të paktën unë mendoj që është shumë e bukur. Po, është plotësim ai. Të kesh njerëz të tillë, ne këtë kërkojmë. Dhe pikërisht kur isha vetëm, pra që punoja online, kjo më mungonte. Pra më mungonte dëshira për të takuar njerëz, sepse fillon njeriu mbyllet brenda vetes. Edhe duhet i lësh takime. Dhe tani që kam bërë këtë katarsisin, unë tani organizoj takime. Sot në darkë kam një takim të tillë me shoqe. Dhe kemi shumë nevojë. Ka diferencë kur e nis punën online, pra po themi Anjeza ka nisur pasi ka mbaruar një cikël 20 vjeçar në punë, i ka rënjosur mirë shoqëritë e veta, ndërkaq që mund ta fillojnë që 21 vjeç, për shembull një punë online dhe procesin e socializimit e nisin që shumë të vogël. Ka rëndësi se kur e bën këtë shkëputjen? Je më e sigurt që e ke bërë në këtë moshë? Patjetër, pra shoqërit ndërtohen, ti ke disa shoqëri, të gjithë kemi disa shoqëri. Keni akoma shoqëri gjimnazi, besoj që her pas here dëgjojeni dhe e nisni ashtu siç e keni lënë para X vitesh, apo njerëz që ne kemi jashtë sot, i kemi patur shok edhe nuk janë më prezent në jetën tonë, por në momentin që ti e takon, të duket sikur je atë moshë. Pra janë këto shoqëri që të gjithë i bëjnë. Unë mendoj se jam marrë pak dhe me gjeneratën Z, edhe unë mendoj që gjenerata Z ka më shumë nevojë të socializohet dhe ka më të vështirë të punojë online, sepse ata kanë nevojë të ndërtojnë këto marrëdhënie. Por gjithashtu ata janë shumë më të organizuar dhe dinë shumë mirë ta balancojnë ditën e tyre të punës, që do të thotë që brenda atje përfshihet edhe kafja jashtë orarit të punës, përfshihet edhe palestra. Pra çdo gjë ata e organizojnë në mënyrë shumë më të strukturuar se sa ne. Dhe ata e kanë më shumë qejf të vënë në zyrë sepse kanë mungesë. Nga shkolla nuk ka ndërtuar marrëdhëniet që ne kemi ndërtuar në shkollë, fatkeqësisht. Çdo lloj marrëdhënie është më e cekët, me sa të paktën me çfarë kam folur unë me ta. Dhe në momentin që vjen në atë të punës, ata kanë shumë nevojë që dikush, që është CEO-ja përgjithsisht, të instruktoj këta njerëz se si të ndërtojnë marrëdhëniet e vogla brenda. Dhe ka nevojë për ritritet. Ka nevojë për, do të thotë çdo lloj marrëdhënie që ndërtohet brenda këtyre kompetentëve. Për shembull, një gjë që më mungon, edhe që kur shikoj ish kolegët e mi që bëjnë ritrite, më mungojnë ritritet. Më mungojnë ata e vitit të ri, që është një nga madje një po, të mungon 8 martë, të mungojnë ca gjëra kur ti kalon online. Dhe këta të rinjtë e sotëm, këto gjëra patjetër që nuk i ndjejnë si ne, sepse ne i kemi kaluar, dhe ata fillojnë direkte online, sipas mendimit tim. Dhe prandaj nuk i ndjejnë mungesën. Nuk e ndjejnë mungesën, por ata kanë një, unë mendoj që janë shumë më të qartë në jetën e tyre se çfarë duan. Duke qenë më të qartë, nuk do kenë problemet që kemi ne që gjenerata Z është si më e prerë. Në fakt po e dëgjoja njësë me vëmendje edhe për ato festat kolektive që shire bëjmë. Brezat e sotëm, qoftë edhe në edukimet që fillojnë që nga kopshti në parashkollor, kanë politika sociale, edukative, mësimore, edhe si të kujdesen për kafshët, edhe si të kujdesen për bimët, edhe si të jetojnë në një mjedis vetë, do më thënë si t'ja dalin. Pra nuk është se ato nuk zhvillojnë ato aftësitë e tyre sociale, i zhvillojnë edhe në përmjet edukimet. Por brezat që lindin, pra ne fëmijët sot që kur lindin, i kemi fëmijë që merren me teknologjinë, ne kemi neonat, do të thonë që kur janë ke barku i mamit, tu ke telefonin, tu ke laptopin, pra kompjuterin, është i rrethuar nga mjetet teknologjike që i vinë në ndihmë njeriut. Dhe dashur pa dashur, këta janë digital, këta breza, dhe perceptojnë jetën e tyre sigurisht edhe online, nëpërmjet këtij lloj sistemi që
mendoj mund të jetë edhe ndihmues, patjetër, se kot nuk është zhvilluar kaq shumë e gjithë robotika, teknologjia dhe gjithçka që ne kemi online. Nuk ka, është vërtet sa keq që ne i kemi larg njerëzit, po sa mirë që është kjo teknologjia që ne kemi mundësinë për t'i parë të afërmit ton online dhe për të bërë çdo gjë tjetër, çdo shërbim shumë të nevojshëm online. Pra është domosdoshmëri, prej domosdoshmërisë vijnë. Lehtësie, kjo lehtësi komunikimi që deri diku ta heq mallin. Ma heq mallin, unë kam pasur motrën time, ka jetuar 6 vite në Gjermani dhe flisja më shumë atëherë se sa tani që ka ardhur në Shqipëri, por që po mos ishte ajo 2 motra që kam mësuar gjithkohës të rritën bashkë, deri për shumë vite, domethënë derisa unë kam qenë 30 vjeç, ishte shumë Po, krahasimisht me periudhën kur nuk ka patur internetin, njeriu edhe këto lidhjet që ti tani me telefon e merr dhe e flet. Po kishim ato telefonat me impulse, ku diun ç'a vuajtësh. Kartat me impulse, telefonat fix. Vuajtjet pa parë. Po emocioni ishte shumë i madh. Atë të thoja. Emocioni dhe malli është më ndryshe. Ndaj po them që ne duke u kultivuar dhe duke u rritur ndryshe, e vuajmë shumë këtë gjë se kemi provuar ndjesinë të qenit ndryshe. Ndërsa në momentin që ky brezi jon rritet me teknologjinë dhe e ka atë telefonin në dorë, ka këto gjitha aparatet e tjera, qoftë edhe kur luan, që janë lojrat elektronike, është më i adaptuar, e shikon më shumë si pjesë të vetes. Më thuaj sot, një edukim që ne kemi që nuk e zhvillon dhe nuk e edukon fëmijën e vogël dhe individin si i ka interesat e vet personal dhe vetjak. Pra bota po shkon drejt individualizimit, edhe për arsye se sot kemi edhe prindër vetëm Me një fëmijë. Vetëm një. Do me thënë, vetëm një të vetëm. Nuk kemi më ato familjet ku jetonin ndonjëherë edhe 3-4 kurora brenda në shtëpi dhe rriteshim në mënyrë kolektive dhe për të ndarë gjërat me të tjerë. Sot prindi thot fëmijës, po të duash jepe atë që ke, po të duash mos e jep, do me thënë vlerësoje ti si të duash ti. Me thënë, sepse do ecim sipas rrotës së kohës dhe ne duhet të përshtatemi sistemit të kohës. Të ndalemi pak të disa avantazhe dhe disavantazhe për punën në zyrë, fillimisht. Avantazhet e punës në zyrë janë bashkëpunimi ballë për ballë, shkëmbimi ideve dhe koordinimi mes ekipeve. Ka një lloj produktiviteti ndryshe, sepse edhe duke qenë kjo përplasje e mendimeve, do shta arrim të gjithë së bashku në një rezultat më të mirë. Sepse arrim ta diskutosh çdo lloj problematike që ke, mblidhesh në një tryezë secili tregon eksperiencën e vet, se si ka shkuar puna, çfarë kanë arritur të bëjnë, dhe në këtë mënyrë, duke qenë se gjithë secili jep këmbvështrimin e tij, patjetër që duket sikur sjell një zgjedhje më të shpejtë ndoshta të problemit. Kufim më të qartë mes punës edhe jetës private. Largimi nga zyra ndihmon në shkëputjen mendore dhe nga puna normalisht ti largohesh në fund të ditës dhe përqendrohesh te familja, apo varet nga profesioni? Varet dhe nga profesioni, pra ka një farë. Megjithatë, kur largohesh nga puna, nga kjo puna kështu fiks, ka një periudhë pauze. Ke një periudhë, do me thënë që ty të duket sikur je liruar, sepse sidomos nga kjo lloj pune që kam patur unë, edhe të duket një liri shumë e madhe dhe fillon dhe ndan pak më mirë ato marrëdhëniet e tjera. Fillon i definon pak më mirë. Pastaj, prap, të rikthehet dëshira për disa gjëra. Po, normalisht. Kultura e kompanisë, takimet dhe bisedat forcojnë besimin dhe frymën e ekipit. Puna në ekip është me rëndësi që të ketë sukses në fund kompania, nëse punojmë për një kompani. Kjo mund të bëhet edhe online, me të drejtën, është diçka që mund të bëhet edhe online. Ndoshta nuk arrin dot ta kuptosh 100% se çfarë tjetri dëshiron të thojë, duke patur parasysh që është thjesht një takim online dhe ti nuk mund ta shikosh. Sidomos për marketing që ti mbulon. Po mund të bëhet. Ti e bën punën online, po prap është shumë e lodhshme me klientët në rastin tuaj, të cilët ta kthejnë punën mbrapsht, ti rikthehesh, bësh ndërsa po ti ishit përballë, e thoni shpejt çfarë është për të dhe i japim drejtim. Personalisht në këtë lloj rastesh do preferoja më shumë ta kisha online se sa përballë, sepse përballë mund edhe të ndikohesh pak nga emocionet, ndërsa kur je përpara një kompjuteri mendoj se mund ta menaxhosh pak më mirë situatën. Interesante. Edhe kjo, për fakt, është e vërtet, kur je online me kompjuter. Mendon një herë, nuk thot se ngriti dorën pyet Google-in, mund pyet se diçka, performanca është më e mirë. Pyet ndonjë çfarë gjë ti kthej këtij ose kësaj. Disavantazhet.
Koha e humbur në rrugë për shqiptarët, kjo njerë është gjëja më e lotshme, se tjetër është të kesh distancë, si që ndodhë në botë që ke ndarë mendje që puna jote është 1 orë larg, po themi, ama e ke rrugën fjoll. Nuk e përshikon. Dhe tjetër është kur ti të plas shpirti se puna jote është 10 minuta larg për ti ke ngecur në trafik. Shpërqendrimet në zyrë, bisedat e ndërprerjet papritura, disa avantazh. Po, për disa, unë për shembull ta marr me shembull personal, motra ime thot që është ajo në marketing, e ka shumë të vështirë të fokusohet nga bisedat e njerëzve, sepse puna marketing është punë krijuese. Ty të duhet një përqendrim, të duhet, pra ka një gjë të tillë. Për mua për shembull, bisedat nuk më shpërqendronin, përkundrazi më bënin të kuptoja, të analizoja pak më shumë stafin, të analizoja pak më shumë klientin, pra tjetër qasje në shitje. Mundoja zhurmë që ta kuptoja atë që. Prandaj varet edhe pak nga perspektiva. Me kufje. Pikërisht pra, motra ime punon me kufje. Sepse është punë krijuese, prandaj varet edhe nga puna. Është gjithmonë, pra dhe në zyrë dhe izoluar në një lloj forme. Po. Izoluar brenda në zyrë. Okej, Jam e detyruar të vetë izolohet. Më pak fleksibilitet është disavantazh puna në zyrë, kërkon respektimin e orareve fikse dhe praninë fizike. Po ja, ku e kemi dhe në ekran. Kështu që edhe ky është një aspekt që do të doje të ishe më e lirë. Unë personalisht, po. Prandaj them që gjithmonë dua atë modelin hibrid, sepse nuk jam nga ata persona që mund të deri në orën 5-6. Është më i favorshëm. Dhe këtë e kam dëgjuar shumë shpesh. Vjen, domethënë, brezat e rinj kanë akoma dhe më të theksuar këtë që duan lirinë e tyre për ta organizuar ditën e tyre, se në fakt deri diku kanë të drejtë. Jo gjithmonë ti je produktiv nëse ke shndruar 8 orë në zyrë. Janë ca profile pune që nuk e kanë të domosdoshme të jesh aty, thjesht se ka thënë shefi ose shefja. Do të shkojmë te shkëputja e radhës, te shkëputja e fundit, dhe kur të kthehemi do ndalemi te puna nga shtëpia, se çfarë avantazhesh dhe disavantazhesh ka.